fëmijëve, kujdesi për bagëtin, qepja, thurja, pritja e miqve, zgjidhja mosmarrveshjeve mes fëmijëve, gjëra të panumërta që nuk kishin emër por kishin peshë. Petriti ishte djali i mesëm, si shumë të mesëm, as shumë i veçantë, as shumë i harruar, por kishte diçka brenda tij që e dallonte, diçka që prindrit e kishin vënë re që herët dhe që nuk dinin si ta emërtonin. Ai ndjente gjëra shumë thellë. Kur vuante me gjithë qenjen. Kur gëzohej, gëzimi i tij ishte si shiu i parë i pranverës pas tatësirës. Nuk ishte as sentimental në kuptimin e dobët të fjalës, sepse Petriti ishte djali i fortë, punonte rënd, nuk qante kurrë para të tjerëve, por kishte brenda tij ato shtresa të thella emocionale që vetëm të pakt njerëz i kanë dhe që zakonisht janë edhe bekimi edhe mallkimi i tyre. Shkoi në shkollë, pastaj në gjimnaz në qytetin e afërt. Çdo ditë rruga atje e mbrapa, ose me këmbë kur moti lejonte, ose me autobusin e vjetër që rinte gjithmonë me ndonjë defekt dhe shpesh vononte. Studionte mirë, jo sepse ishte gjenial, por sepse ishte i disiplinuar. Mësuesit e donin sepse dëgjonte me vëmendje dhe pyeste gjëra të mençura. Shokët e donin sepse nuk mburte, nuk tradhtonte, nuk mashtronte. Jeta e tij kishte ritmin e qetë të fshatit, mëngjeset me erën e kafes dhe bukës së pjekur mbi sobë, pasditet me punë ndihmëse pranë babait, mbrëmjet me biseda afër vatrës kur Stina ishte e ftohtë. Nuk kishte shumë ambicie të mëdha në atë moshë, ose ndoshta kishte, por nuk dinte ende t'i formulonte. Dinte vetëm se donte të jetojë ndryshe nga ç'kishte parë, donte diçka pa e ditur mirë çfarë. Pastaj erdhi vera e asaj kohe dhe gjithçka ndryshoi. Ishte vera kur Petriti mbushi 22 vjeç. Ajo verë kishte diçka ndryshe nga të tjerat, jo në natyrë, sepse natyra ishte e njëjta gjithmonë, e bukur dhe indiferente, por në jetën e tij. Kishte mbaruar gjimnazin dhe po mendonte çfarë të bënte tjetër. Punonte pranë babait, por dinte që kjo nuk mund të ishte rruga e tij për gjithmonë. Ishte ai muaj kur njerëzit nga qytetet ktheheshin në fshatrat e tyre për pushime verore, dhe bashkë me ta vinin edhe të afërmit e largët, vizitorët, dasmat dhe gëzimet e Stinës. Fshati bëhej më i gjallë, zhurmë fëmijësh kudo, gra duke biseduar në përkopshte, burra duke luajtur bixhoz nën hijen e arrës. Një familje erdhi nga fshati tjetër, rreth 5-6 kilometra larg, për të vizituar të afërmit e tyre. Erdhi babai, nëna, 2 djemt dhe vajza. Petriti i parë rastësisht kur po kalonte pranë shtëpisë së fëmijët të tij Agimit, ku ata po prisnin udhëtarët. Nuk i kushtoi vëmendje të veçantë, jo menjëherë, por pastaj vajza ktheu kokën. Nuk mund ta tregosh me fjalë një moment të tillë, mund t'i përshkruash të gjitha detajet, flokët, syt, mënyrën si qëndroi, por fjalët mbeten gjithmonë pak pas asaj që ndodh brenda. Ishte si të shihje diçka që kishte qenë gjithmonë aty, por nuk e kishe parë kurrë. Sikur syt të kishin qenë të hapur, por truri nuk kishte regjistruar. Dhe pastaj, në atë sekond, regjistrimi filloi. Ajo kishte sytë e ngjyrës së gështenjës. Një ngjyrë e zakonshme, por ato ngjyra me thellësi brenda, aty ku ngjyra e errët takonte ngjyrën e artë dhe krijonin diçka të pamundur të emërtoje. Kishte pak kori në sjellje, jo sjellje e njerëzve të turpshëm, por sjellje e njerëzve të vetëdijshëm. Dhe kur buzëqeshi, diçka nga buzëqeshja ajo nuk ishte plotësisht buzëqeshje, por edhe diçka tjetër, diçka pak si pyetje, sikur thoshte çfarë ke ti me mua, pa thënë asnjë fjalë. Pastaj iku me familjen e saj brenda shtëpisë. Petriti qëndroi aty ku ishte edhe disa sekonda pas largimit të saj, pa kuptuar pse. Pastaj vazhdoi rrugën e vet, por diçka kishte ndryshuar. Jo shumë, jo sa të vjejre, por kishte ndryshuar. Sikur kalon pranë një dere të mbyllur dhe të vjen era e kafes. Nuk hyn, nuk sheh asgjë, por dije se brenda është diçka e ngrohtë. Laura. E mësoi emrin e saj ditën tjetër, nëpërmjet Agimit, fëqinjit. Kush ishte ajo vajza djesh me familjen nga Rugova? E pyeti, duke u munduar të bënte pyetjen sa më rastësor. Agimi ishte nga ata njerëz që i dinin të gjitha dhe i tregonin pa u pyetur 2 herë. Laura quhet, vajze Muratit të Rugovës, e nje? Murat Krasniqi, ai me kafen tek qendra.
Vajzë e tij e vetme mes dy gjemve. Ajo që tregon gjithë familjen e tij, ata thonë. Vetëm ajo ka kokë. Gjemt janë pak dhe bëri një gjest me dorë që nën kuptonte jo shumë të zgjuar. Petriti qeshi pak, pastaj pyeti diçka tjetër, pastaj u largua. Laura, emri thjesht, 2 rokje, por pastaj të gjitha gjërat e vogla të jetës filluan të kishin disi lidhje me atë emër, pa e kuptuar si, pa e planifikuar. Kur po pinte kafen e mëngjesit, mendonte, vallë Laura pi kafe? Kur shikonte rendin e kodrave nga dritarja e dhomës, mendonte, a i ka para jo këto kodra? Kur dëgjonte muzikë të vjetër nga radja e prindërve, mendonte, çfarë muzike dëgjon ajo? Ishte ende aty ajo familja, kishin mbetur disa ditë për vizitë, dhe Petriti gjeti mënyra, naive por të sinqerta, t'ia afroherë rastësisë. Kalonte pak më shpesh pranë shtëpisë së Agimit, shkonte pak më vonë kur dinte se familja e vizitores mund të ishte ende në veranda. Takimi i dytë ndodhi 3 ditë pas të parit. Agimi kishte organizuar një mbledhje të vogël në oborrin e tij. Jo fest, thjesht fqinj dhe miq duke pirë kafe dhe biseduar. Petriti u ftua edhe ai. Laura ishte aty, me nënën e saj dhe një grua tjetër, po ndihmonin me shërbimin e kafes. Kur ju afrua të martë për ta shërbyer, Laura e shikoi drejt për drejt në sy dhe tha, sheqer? Ai nuk e dinte fare nëse donte sheqer, nuk e kishte menduar kur si pyetje serioze, por tani me ato sytë e saj drejt tij dhe ato fjalën e thjesht duke qëndruar mes tyre si diçka shumë e rëndësishme, Petriti gati harroi të fliste. Po, tha, faleminderit. Ajo nuk tha asgjë tjetër dhe u largua, por ai vuri re dhe ishte i sigurt, edhe pse nuk mund të betohej, se ajo qeshi pak pasi iku. Vetëm pak, si të kishte ndjell diçka. Ai uli kokullur dhe tha me vete, jam i çmendur. Por i çmenduri kishte emër tani, Laura. Biseda e parë vërtet ndodhi pak para largimit të saj, 2 ditë para se familja e Laurës të kthehej në fshatin e vet. Ndodhi në mbrëmje, kur qielli kishte ato ngjyrat e fundit të dritës para natës, turangji dhe vjollc dhe pak roz, dhe kur familjet e fshatit të luanin të shpërndarë nëpër rrugë, dhe zëret e tyre vinin nga larg si muzike të shregullt. Petriti kishte dalë të ulet pranë gurës, aty ku uleshin gjithmonë djemtë e moshës së tij, aty ku rruga e fshatit bëhej pak më e gjerë dhe kishte një gurë të madh të shesht ku mund të ulesh rehat. Nuk kishte mend të takonte njëri të veçantë, por Laura ishte aty e vetme. Kishte ardhur të marrë ujë me shtamp, jo se e nevojiteshin, por ndoshta si pretekst, ndoshta si kuriozitet, ndoshta si rastësi. E mirë është ujë këtu, tha ajo pa u kthyer kur dëgjoi hapat e tij. Pastaj u kthye dhe e pa. Ah, ti je ai fqinji i Agimit. Petriti quhem, tha ai. E di, tha ajo me atë gjysmë buzëqeshje të saj. Pastaj la shtampën, u ul mbi gurin e shesht dhe shikoi kodrat. Fshati yti është i bukur. I yti gjithashtu, tha Petriti, duke ulur edhe ai në fund të gurit, me hapësirë të mjaftueshme mes tyre sa të mos duket i pasjellshëm, por edhe jo shumë larg. Nuk e ke parë fshatin tim, tha ajo. Jo, por me se ke ardhur nga ai, duhet të jetë i bukur. Heshti e shkurtër. Pastaj ajo qeshi, jo gjysmë buzëqeshje këtë herë, por e plot, e vërtet, paksa e befasuar. Je pak i çuditshëm, tha ajo. Shumë njerëz e thonë. Nuk e thash si qortim. Biseduan atë mbrëmje derisa zërat e familjeve duke i thirrur fëmijët filluan të mbushin ajrin dhe dëgjuan se koha kaloi. Biseduan për gjëra të vogla, për fshatin e saj, për shkollën, për librat. Laura lexonte shumë, jo libra shkollor, por romane, histori, gjëra që e çonin larg. Libri është i vetmi vend ku mund të ikim pa ikur, tha ajo, dhe kjo frazë thjesht ra bënda Petritit siguri në ujë dhe krijoi rrath. Kur u ngritën të largoheshin, ai pyeti, do të kthehesh gjatë verës? Ajo ndal, e mendoi pak, pastaj tha me atë tonin e qetë të saj. Nuk e di, ndoshta. Ndoshta mjafton, tha ai. Ajo u largua pa kthyer kokën, por ai e dinte, me atë lloj dijes pa argument, pa provë, se ajo po buzëqeshte ndërkohë. Distanca mes dy fshatrave ishte rreth 5-6 kilometra, jo shumë nëse mendon me shifra, por shumë nëse mendon me tradicione. Dy fshatra kishin klanet e tyre, familjet e tyre, historitë e tyre.
Njerëzit takonin njëri tjetrin në treg, në punë, ndonjëherë në dasma, por jo shumë. Fshati i Petritit dhe fshati i Laurës kishin pak lidhje mes tyre, dhe çdo gjë mes dy të rinjve nga dy fshatra të ndryshme nënkuptonte ndërlikime, pyetje, biseda. Por Petriti nuk mendonte për të gjitha ato në ato ditë, mendonte vetëm për bisedën e mbrëmjes, për atë gjysmë buzëqeshje, për frazën libri është i vetmi vend ku mund të ikim pa ikur. Mendonte se si dy njerëz mund të ndihen kaq të njohur kaq shpejt, si dy libra të ndryshëm par me të njëjtën gjuhë. Laura u kthye 2 javë pas largimit të saj. Kjo herë me pretekstin e punës. Kishte marrë punë sezonale në tregun e qytetin të vogël afër dhe rruga kalonte nëpër fshatin e Petritit. Petriti e mësoi rastësisht nga agimi dhe ai rastësi ishte pothuajse e planifikuar. Ai pyeste vazhdimisht agimin për familjen e Krasniqive pa arsye të dukshme. Takimet bëheshin të rregullta, me atë rregullsi të çuditshme të gjërave të fshehura. Jo çdo ditë, kjo do ishte shumë e dukshme, por mjaftueshëm. Herë në treg, herë në rrugën mes dy fshatrave, herë kur ajo kalonte dhe ndalonte rastësisht pranë gurit të tyre, sepse ai gur kishte bërë i tyre pa u caktuar kurrë i tillë. Ishte bërë i tyre sepse atje kishin bërë bisedën e parë të vërtetë, dhe kujtesa kishte lidhur vendin me ndjenjën. Në ato takime biseduan gjëra që dy njerëz nuk i thon zakonisht kaq shpejt. Biseduan për ëndrat e fëmirisë. Laura kishte dashur të bëhej mësuese, kishte pasur gjithmonë aftësi të shpjegojë gjëra dhe durim me të tjerët. Petriti kishte pasur ëndrrën vage të diçkaje të madhe, pa e ditur çfarë, ndoshta ndërtim, ndoshta tregti, ndoshta diçka tjetër. Problemi yt, tha Laura me atë ton të qetë drejt për drejt të saj, është se ke shumë mundësi dhe nuk di ku të fillosh. Ai u mendua, a është problem kjo? Nuk e di, tha ajo. Ndoshta mundësia shumë e madhe është si ujë i tepër, të mbyti. Kur bisedonte me të, Petriti ndjente diçka që nuk e kishte ndjer kurrë. Ndjente se po dëgjohej, jo vetëm fjalët, por gjëja prapa fjalëve, dhe kjo ishte gjëja më e rrallë dhe më e çmuar. Ka një pikë në çdo histori dashurie kur njeriu e di, jo kur dyshon, jo kur shpreson, por kur di, pa pikë pyetje. Pa ndoshta, vetëm di. Për Petritin ajo pikë erdhi një pasdite kur po binte shi i lehtë dhe ai kalonte nëpër treg dhe pa Laurën duke dalë nga dykani i librave. Po, kishte një dykan të vogël librash në atë qytet të vogël, diçka e rrallë, me librin nën sjetëll dhe flokët pak të lagta nga shiu dhe fytyra e saj me atë shprehje të gëzuar të dikujt që sapo ka gjetur diçka që donte shumë. Ajo nuk e kishte para të ende. Ai qëndroi atu ga pas dhe e pa vetëm disa sekonda. Ato sekonda kur je i padukshëm dhe mund të shohësh iriun pa filtrimin e vetdijes. Dhe ajo që pa e goditi si rufe. Ky person është i mirë, thellësisht, sinqerisht, natyrshëm i mirë. Jo mirë si rregull ose si mask, mirë si rrënjë. Pastaj ajo e pa dhe buzëqeshi dhe tha: "Ç'bën ti këtu?" "Po shkon," tha ai. "Jeni të gjithë burrat kaq origjinal?" tha ajo duke qeshur. Ai u afrua dhe tha, duke e shikuar librin: "Çfarë more?" "Diçka e bukur," tha ajo, dhe e tregoi. Ishte një roman i vjetër, nga ata autor që i dinin sekretet e zemrës. "Kam dashur ta kem prej kohësh. A do të kesh kohë ta lexosh?" "Gjej gjithmonë kohë për gjëra që dua," tha ajo thjesht. Pastaj e shikoi me atë shikimin e saj të qartë që mos lëshonte asgjë rastësisht. "Ti çfarë don, Petrit?" Pyetja ra si shi i rënd, jo agresive, jo sfidëse, thjesht e vërtet. Dhe Petriti, që zakonisht kishte gjithmonë gjë për të thënë, u gjet pa fjalë. Jo sepse nuk dinte, por sepse dinte tepër mirë dhe ato fjalë ishin shumë të mëdha për atë moment. "Disa gjëra," tha ai. "Disa gjëra," e përsëriti ajo, sikur të shijonte peshën e tij të kujdesshme. Pastaj tha: "Dhe nëse njëra nga ato gjëra dele pamundur?" "Asnjë gjë nuk është e pamundur," tha ai. Ajo e shikoi pak, pastaj hodhi syt nga shiu. "Je i ri ende, e ke luksin e atij mendimi." Ajo fjali e fundit e mbajti gjatë. Nuk e kuptoi mirë atëherë, ose ndoshta e kuptoi, por nuk deshi ta kuptonte, sepse donte të besonte në pamundësinë e pamundësisë. Donte të besonte se dashuria ishte argument i mjeftueshëm. Ecën bashk ca kohë nën shi, duke folur për librin, duke folur për gjëra të vogla, dhe kur u ndan, ajo nga njëra anë, ai nga tjetra,
Petriti i qëndroi aty ku ishin ndarë edhe disa minuta, duke dëgjuar shiun dhe duke ndjerë brenda vetes atë peshë të re, të gëzueshme dhe të tmerrshme njëkohësisht, të dijes. Duhet ta kuptoni botën ku jetonin ata, jo si gjykatës, sepse gjykimi është i lehtë kur je jashtë, por si dëshmitar, sepse ajo botë kishte ligjet e veta, dhe ato ligje kishin në rrënjë të thella, shumë vjeçare, shumë të ndërtuara me nder dhe identitet, dhe frikë dhe dashuri. Po, edhe dashuri, sepse shumë nga ato zakone lindën nga një lloj dashurie, edhe pse me kohë u bën kafaze. Martesa në ato fshatra nuk ishte çështje vetëm e dy njerëzve. Ishte çështje familjesh, bashkim linjazhesh, marrëveshje statusesh, kalkulime praktike të prejardhjes dhe pronës në nderi. Dy familje vendosnin dhe dy të rinjt ekzekutonin vendimin. Nuk ishte mizërim nga prindrit, shumica e tyre mendonin sinqerisht se din çfarë është e mirë për fëmijët e tyre, se mosmarrveshja e të rinjve ishte papjekuri, se ndjerja ishte kalimtare, por familja ishte e përjetshme. Nëna e Petritit e shihte her pas here që djali kishte diçka në mendje. Nënat e din gjithmonë, jo me argumente, por me ato shqisa të fshehta që zhvillohen nga vitet e kujdesit. "Çfarë ke?" e pyeti një mëngjes kur ai ishte ulur duke ngrënë bukën e mëngjesit pa shijuar asgjë. "Asgjë, nën. Mos më thuaj asgjë kur ke diçka. Sytë tua nuk gënjejnë." Petriti heshti. Pastaj tha pa i quajtur emrin. "Nën, si vendosen martesat?" Nëna u ndal me çajnikun në dorë. E shikoi me kujdes. "Pse pyet?" "Thjesht po pyes." Kur djaloshi pyet si vendosen martesat, nuk pyet thjesht, tha ajo duke vendosur çajnikun dhe ulur. "Kush është?" "Nën." "Kush është Petrit?" Ai e tregoi, jo shumë, por mjaftueshëm. Fshati, emri, familja. Nëna e dëgjoi pa ndërhyr, me atë durim të nënave që din se dëgjimi është gjysma e zgjidhjes. Kur ai mbaroi, ajo heshti pak. "Murat Krashniqi i Rugovës?" tha ajo pastaj. "Po, e njoh atë familje," tha nëna, "njerëz të mirë, por..." dhe u ndal. "Por çfarë?" "Kallafe, nën," tha ajo me zë të ulët. "Ka biseda mes plakave se ata kanë marrëveshje me familjen Bajrami të qytetit, për vajzën." Petriti ngjeshi tëmthat. "Marrëveshje?" "Llafe janë djali im, nuk di nëse është e vërtet, por..." Nëna e shikoi me atë dashuri të dhimbshme të nënave kur shohin fëmijën e tyre drejt dhimbjes dhe nuk mund ta bëjnë asgjë. "Mëso mirë se çfarë është para se të investosh shumë." Ai u ngrit dhe doli. Jashtë, ajri ishte i pastër dhe kodrat ishin në atë gjelbërim të guximshëm të verës, dhe gjithçka dukej normale, e qetë, e bukur. Por brenda Petritit kishte filluar diçka, një shqetësim i vogël, si fishkëllim e largët që nuk di nëse e ke dëgjuar apo e ke imagjinuar, por nuk i këndot. Por edhe me atë shqetësim brenda, ditët vazhduan, dhe ato ditë, sa herë që Petriti i kujtonte më vonë, i kujtonte si të artë, me atë ngjyrë të kujtimeve të lumtura, ishin të mbushura me laurën. Takoheshin po me atë rregullsi të fshehur, po me atë kujdes të njerëzve që dinë se kanë diçka të çmuar dhe e mbrojnë jo me fshehje, por me diskretësi. Jo sepse kishin bërë gjë të keqe, por sepse e dinin se sytë e botës janë të shumtë dhe çdo gjë e parë interpretohet, dhe interpretimi shpesh është më i rrezikshëm se realiteti. Laura kishte mbaruar shkollën e mesme dhe po mendonte për të vazhduar, por kjo nuk ishte e sigurt, jo sepse nuk kishte aftësi, por sepse para saj ishin vendime të tjera. Familja e kishte nevojë, rrethanat kishin peshë. "Unë jam vajza e familjes," tha një herë, me atë ton të qetë që mund ta ngatroje me pranimin, nëse nuk e dije mirë, por Petriti e dinte se prapa atij toni kishte diçka tjetër, jo ankth, por një njohje e hershme e kufive, e pikave ku njeriu ndalet jo nga dëshira, por nga pesha e tjerëve. Lexonin libra dhe diskutonin. Laura kishte lexuar shumë, më shumë se sa dikush mund të mendoj për një vajzë të fshatit, dhe kishte ato mendime të formuara mirë, ato pikpamje që nuk vinin nga kënaqësia, por nga mendimi. Petriti ndonjëherë nuk pajtohej. Ato mosmarrveshje të vogla ishin nga gjërat e tij të preferuara, sepse Laura nuk lëshonte kurrë tokë pa argument, nuk tërhiqej sepse ai ishte djalë, nuk bënte dëgjuesin e nënshtruar. "Keni gabim,"
thoshte qartë dhe argumentonte. Dhe Petriti ndjente atë respekt të thellë ndaj mendjes, atë lloj admirimi që është themeli i dashurisë së qëndrueshme. Por ato ditë avantazhe të ndjenjes, ato ditë kur mendon se mund të vazhdoj kështu për gjithonë. Një herë, tek guri i tyre, kur qielli kishte bërë atë shfaqje të rrallë me re të bardha të mëdha që ecin ngadalë si anije mbi detin e kaltër, Laura kishte thënë diçka. Nuk e kishte thënë si deklarat, nuk e kishte thënë me ceremonial, e kishte thënë si diçka e vetë kuptueshme, si të thuash bën ftohtë ose ka muri. Petrit, kishte thënë duke shikuar ret, unë jam mirë kur jam me ty. Ai nuk kishte thënë asgjë, kishte vetëm vënë dorën mbi dorën e saj, me kujdes, me lehtësi, si të vendosësh një gjethe mbi ujë, dhe ajo kishte lënë dorën e saj aty. Kaq, nuk kishte dashur fjalë, kishte qenë plot. Lajmi erdhi si lajmet e rënd gjithmonë, jo me bujë, por me qetësi të reme. Erdhi nga Agimi, njohësi i të gjitha historive, me atë tonin e tij të qetë të dikujt që tregon diçka, pa e kuptuar peshën që ka për dëgjuesin. Dëgjove? Vajza e Muratit po martohet. Petriti po ishte duke ndihmuar Agimin të riparonte gardhin e tij kur dëgjoi atë fjali. I ra çekiçi nga dora, literalisht, fizikisht i ra, dhe u kthye. Çfarë thua? Po thot krejt fshati, tha Agimi, duke vazhduar punën e tij pa e kuptuar. Familja Bajrami e qytetit, djali i tyre Sali, duket se u caktua këtej kohësh, kanë bërë fjalën tash, më thon. Petriti nuk foli, nuk mundi. E ke njohur atë vajza apo jo? Tha Agimi, duke e parë. Laurën? Pak, tha Petriti. Zëri i doli normal, nuk e kuptoi si. Brenda ishte tërmet. Njerëz të mirë Bajramët, tha Agimi, duke trokitur një gozhdë. Kan para, djali ka punë, do jetë mirë ajo vajzë. Petriti mori çekiçin nga toka, la gardhin, tha diçka, nuk e dinte çfarë, dhe u largua. Ecste pa e ditur ku po shkonte. Këmbët e çonin vet, pa pyetur mendjen, dhe mendja ishte diku tjetër, diku mes asaj ditës kur kishte vënë dorën mbi dorën e saj dhe kësaj fjalie të Agimit që kishte rënë sigur mbi xham. Gjeti veten te guri i tyre. Natyrisht, ku tjetër mund të shkonte? U ul dhe shikoi kodrat. Ato ishin të njëjtat, të gjelbra, të qeta, indiferente. Natyra ka të aftësi mizore të qëndrimit të palëvizur, kur brenda teje gjithçka shëmbet. Qieli nuk nxihet, shiu nuk bie. Bota vazhdon me rrotullimin e saj të zakonshëm dhe ti qëndron atje i vogël dhe i thyer dhe habites se si është e mundur që gjithçka të duket normale kur brenda teje ka shpërthyer diçka e madhe. Fjalën e kanë bërë tashmë, kishte thënë Agimi. Kuptimi i asaj fjalie po shpalosej ngadalë brenda Petritit si letër e lagur, shtres pas shtrese, duke zbuluar gjëra që nuk donte t'i shihte. Fjala e bërë, kjo nënkuptonte vizitë zyrtare, nënkuptonte martesë të caktuar, nënkuptonte se vendimi ishte marrë nga njerëzit që kishin të drejtë ta merrnin, ose besohej se kishin të drejtë, dhe dy të rinjt nuk ishin qenë fare pjesë e atij vendimi. Laura, a e dinte? A kishte qenë aty kur u bisedua? A kishte thënë diçka? A kishte mundur të thoshte diçka? Dhe pastaj pyetja tjetër, ajo e errta, e dhimbshme. Kur ishte duke thënë jam mirë kur jam me ty, a e dinte tashmë? A kishte qenë ajo fjali lloj llamtumirjeje? Nuk mund ta duronte mendimin, u ngryt dhe u largua nga guri. Nuk e dinte se takimi tjetër do të ishte i fundit. Njeriu kurrë nuk e di, dhe kjo është nga gjërat më mizore të jetës. Lamtumirët e vërteta ndodhin shpesh pa e ditur se janë lamtumira. Laura erdhi 2 ditë pas lajmit. Erdhi te guri, si gjithmonë, me atë hap të saj të qetë. Petriti ishte aty, kishte pritur, pa e pranuar me vete se po priste. Kur ajo erdhi dhe e pa, diçka ndryshoi në fytyrën e saj, një hije e vogël, e shpejt. Ose ndoshta ai e imagjinoi, ndoshta donte të shihte diçka. Si je? Tha ajo, duke ulur. Mirë, tha ai. Pastaj, pa planifikuar, pa menduar,
Laura, çfarë po ndodh? Ajo u ngurtësua pak, vetëm pak. Çfarë dëgjove? Agimi tha, filloi ai, pastaj u ndal. Nuk donte t'ja dëgjonte nga goja e tij si lajmi i dytë, donte ta dëgjonte nga ajo, me fjalët e saj, me të vërtetën e saj. Ajo shikoi duart e saj, kishte ato duart e bukura, me gishtat holl, që kur lexonte librin, i lëvizte ngadalë mbi faqen si të numëronte fjalët. Ka familje që ka ardhur, tha ajo me zë të ulët. Shkues? Ajo nuk foli. Laura, zëri i doli me ato dhimbje që nuk mund ta fshehe dot, pa hezitim të planifikosh. Ajo e shikoi atjer, drejt për drejt, me ato sytë e saj të gështenjës, dhe brenda atyre syve kishte diçka që ai nuk e kishte parë kurrë më parë, ose e kishte parë, por nuk e kishte njohur. Lodhje e thellë, e hershme, e dikujt që ka mësuar herët se disa luftra nuk fitohen. Baba ka vendosur, tha ajo thjesht. Ti çfarë ke vendosur? Heshtje. Ti, Laura, jo babai yt, ti. Ajo ngrit nga guri, qëndroi me shpinë ka ai, duke shikuar distancën. Kur foli, zëri i saj ishte i qetë, por ajo qetësi e dhimbshme ujë të thellë, jo qetësi e sipërfaqes. Petrit, ç'dua unë nuk ka vend këtu. E di këtë, ti gjithashtu duhet ta dish. Pse nuk ka vend? Tha ai, dhe ndjeu si zëri i tij po ngrihej pak, jo nga zemrata, por nga ajo paniki i pastër i dikujt që sheh diçka të çmuar duke rrëshqitur nga duart. Nëse unë flas me babën tim, nëse vjen familja ime si duhet, nuk është kaq e thjeshtë, ndërhyri ajo. Pse nuk është e thjeshtë? Nëse ne të dy, nuk jemi vetëm ne të dy, Petrit. Ktheu kokën dhe ai pa që sytë i kishin lagur pak. Jo lot, por ajo lagështi e para lotëve, kur mban fort dhe nuk lëshon. Familja ime ka premtuar fjalën. Fjalën, e kupton çfarë do të thotë kjo? E kupton çfarë do të thotë nëse tërhiqet tani babi im? E di çfarë flasin njerëzit? E di çfarë ndodh me nder të familjes? Petriti e dinte. Natyrisht e dinte. Kishte rritur me ato kode. Fjala e dhënë ishte gjithçka. Ishte nderi, ishte identiteti, ishte rrjedha e gjakut. Të tërhiqesh nga fjala e dhënë ishte një lloj si të vrasësh diçka të shenjtë. Familja do ta mbante fytyrën e shëmtuar të asaj tërheqjeje për vite, ndoshta për gjenerata. Por dinte edhe diçka tjetër. Dinte se ajo grua para tij, ajo vajzë me libra dhe sytë e gështenjës dhe fraza që ranin sigur në ujë, nuk po pyetej. Nuk po kishte zë. Ishte vendosur për të si send i vendosur. Laura, shko, tha ajo. Zëri i saj ktheu qetësinë e forcuar. Shko, Petrit, dhe mos kthehu në këtë vend. Do jetë shumë e vështirë për ne të dy. Ai nuk lëvizi. Të lutem, tha ajo, dhe kjo fjalë e fundit, ajo të lutem i vogël i heshtur, kishte brenda të gjithë dhimbjen e botës. Petriti u ngrit. Këmbët i lëviznin si tu ishin bërë prej dru. Kaloi pranë saj, ka qafër sa mund të ndjente ngrohtësinë e saj, ka qafër sa nëse do kishte shtrirë dorën mund ta kishte prekur, dhe nuk foli. Nuk mund. Çdo fjalë që mendonte ishte ose shumë e vogël, ose shumë e madhe. Bëri 2 hapa, 3, pastaj ndaloi. Ktheu kokën. Ajo ishte ende aty, me shpinë ka ai, duke shikuar kodrat. Laura. Ajo nuk u kthye. Nuk do harroj. Heshtje e gjatë. Pastaj, shumë e ulët, thuajse e dëgjueshme vetëm nga zemra, jo nga veshët. Asun. Ai vazhdoi. Nuk u kthye sërish. Nëse do kishte kthyer, nuk e dinte nëse do kishte mundur të vazhdonte. Ato javë pas takimit të fundit me Petritin ishin nga ditët më të vështira të jetës së Petritit, dhe ky nuk është emërtim i lehtë, sepse Petriti kishte kaluar gjëra të vështira, kishte parë varfëri dhe punë të rëndë dhe humbje, por asnjë nga ato nuk kishte atë cilësi specifike të dhimbjes që vjen nga ndarja e zgjedhur, nga mundësia e mbyllur nga brenda, ndërkohë ju e dini se diku tjetër janë njerëz duke dalë në përdyer të lira. Nuk e tregoi njëri. Familja e pa se kishte diçka, nëna sidomos, por ai mbante, jo nga krenaria, por nga pamundësia e tregimit. Si e tregon diçka që nuk ka emër zyrtar, që nuk njihej zyrtarisht? Çfarë thua?
Dashurova dikë që nuk ishte e jotja të dashurosh dhe tani dhëmb. Fjala dashuri kishte peshën e vet të rrezikshme. Sillte pyetje, sillte gjykime, sillte ndërhyrje. Punoi shumë gjatë atyre javëve. Ishte mënyra e vetme. Punonte nga agimi deri në perëndim, derisa trupi aq lodhet sa mendja nuk ka fuqi të bëj asgjë tjetër, veç të flesh. Nëna i sillte ushqim dhe heshte. Ndonjëherë i vinte dorën mbi shpatull, pa thënë asgjë, dhe ajo gjesti heshtur mund të mos jetë shumë, por ishte e gjitha çfarë kishte. Lajmi i dasmës erdhi nëpërmjet kanaleve të zakonshme të fshatit, si lajmet e mëdha gjithmonë arrin, nga goja e njërit tek tjetri, duke e shtuar pak çdo herë, derisa arrin tek ty i kompletuar dhe i paevitueshëm. Familja Bajrami kishte vendosur datën. Dasma do bëhej ndaj Krejako, njoftimet u bën, ftesat u shpërndan. Petriti nuk shkoi, natyrisht nuk shkoi, dha arsye të rreme, punë, nuk ndjente mirë, çfarëdo. Njerëzit ndoshta kuptuan, ndoshta jo, nuk kishte rëndësi. Por dita e dasmës erdhi gjithsesi. Koha nuk ndalet për askënd, as për ata që e durojnë, as për ata që e presin. Erdhi si ditët e tjera, me dritën e mëngjesit dhe zërat e zogjve dhe erën e tokës, gjëra të zakonshme, bota indiferente, dhe diku 5-6 kilometra larg, tek fshati tjetër, Laura mbante fustanin e bardhë që nuk e kishte zgjedhur vetë dhe hynte nën kurorën e dashurisë me një burr që nuk e kishte dashur kurrë. Petriti ishte atë ditë te guri i tyre. Nuk e planifikoi, ose ndoshta e planifikoi pa e pranuar. Qëndroi aty gjithë pasditen, duke shikuar kodrat, duke dëgjuar ajrin, larg, shumë larg, nëse jam prehte veshët, ndoshta mund të dëgjonte muzikën e dasmës, ose ndoshta e imagjinoi. Kur ra nata dhe yjet dolën, të qartë dhe të ftohtë dhe të gjithë, Petriti foli me zë të ulët, vetëm për veshët e natës. Laura, je mirë? Askush nuk u përgjigj. Natyrisht, yjet vazhduan të qëndronin aty, të heshtur dhe të largët. Ai u ngrit dhe u kthye në shtëpi. Koha ka një mënyrë mizore të vazhdimit, pa pyetur nëse je gati, pa marr leje, pa ndërhyrje. Thjesht vazhdon, ditë pas dite, stin pas stine, dhe ty të gjen gjithmonë ku te ke lënë, por botën rreth teje gjithnjë pak ndryshe. Viti i parë pas dasmës së Laurës ishte nga ato vite që nuk i kujton si vit, i kujton si periudhë gri, si kohë pa konture të qarta. Petriti punoi, ndihmonin prindrit, bëri gjëra që duheshin të bëhen, jetoi, por jetoi me atë lloj automatizmi të dikujt që ndjek udhën pa e parë, si kali i vjetër që di rrugën në shtëpi, pa ju dashur të drejtosh. Nëna filloi bisedat e buta, ato biseda që nënat i njohin dhe djemt i friksohen. Biseda për martesën, jo urgjente, jo agresive, thjesht të pranishme, si muzika e sfondit që nuk e dëgjon vazhdimisht, por e di se është aty. Vajze mirë ka te Behluli, thoshte, i zgjuar punëtore. Po nën, ke mosh djalim, vllai yt i vogël është martuar para teje. E di, çfarë pret? Dhe Petriti nuk kishte të foshte. Nuk po priste asgjë, ose ndoshta po priste diçka që e dinte se nuk kishte me ardhur. Ajo pritshmëri e çuditshme e irracionale, e dikujt që di me tru se gjëja nuk ndodh, por zemra nuk ka mësuar të pranoj ende. Refuzoi propozimin e parë me arsye të zbeht, refuzoi të dytin me arsye të tjera, refuzoi të tretin. Nëna filloi të shohë një model dhe bisedat e buta u bën pak më pak të buta. Babari, zakonisht i heshtur, ndenjë një herë pranë tij dhe tha, me atë ekonomi fjalësh të burrëve të vjetër: "Djali, është një gjë e humbur, nuk gjendet duke qëndruar në vend. Jeta vazhdon." Petriti e respektoi atë fjalë, nuk ja kundërshtoi, thjesht heshti. Por brenda, dhe kjo ishte gjëja që nuk ja tregonte askujt, brenda kishte diçka që nuk lejonte. Nuk ishte vendimi ndërgjegjshëm, nuk martohem sepse dua Laurën, ishte diçka më e thellë, më iracionale, pa mundësi fizike pothuajse, si të imagjinosh se hyn në ujin e ftohtë pa e ndier ftohtësinë. Sa herë mendonte për vajzë tjetër, për martesë, për shtëpi me dikë tjetër, diçka brenda tij mbyllej, jo me vendim,
por me refleks. Kështu kaloi viti i parë, pastaj i dyti, pastaj i treti. Klanet e fshatit filluan të flisnin, natyrisht, sepse flasin gjithmonë. Petrit Gashim martohet. Ka ndonjë problem? Ndoshta ka qenë i dashuruar me dikën që nuk mund ta merrte. Fjalia e fundit ishte më e sakta, por askush nuk e dinte saktësisht me kë dhe pse. Petriti mësoi të jetojë me kujtimet si me mobilje të vjetra, të pranishme gjithmonë, të zakonshme nga prania e vazhdueshme, por të palëvizshme. Disa ditë kujtimet ishin të lehta, gati të padukshme. Mund të kalonte gjatë ditës pa menduar drejt për Laurën. Ditë të tjera, dhe këto ishin ditët e rrezikshme, gjithçka sillte tek ajo. Era e shiut, ngjyra e gështenjës, libri i vjetër i hapur, fjalia e dikujt tjetër që rastësisht kishte strukturën e frazave të saj. Guri mbeti i tij. Nuk shkonte aq shpesh, do ishte shumë dhimbje pa qëllim, por ndonjëherë shkonte. Ulej, shikonte kodrat, dëgjonte ajrin, nuk fliste. Nuk kishte më këti fliste aty, por vendi kishte diçka që nuk e gjente gjetju, ngjashmëri me gjëra të humbura, prezencë e asaj pranie. Vitet vinin dhe iknin. Petriti u bë më i rritur, më i heshtur, me ato shenjat e moshës që janë njëherë azi shtimi i viteve dhe shtimi i peses. Punoi mirë, ndërtoi diçka nga asgjë, siç bëjnë njerëzit që nuk kanë tjetër gjë ku të investojnë energjinë. Hapi një punë të vogël, shtëpia e familjes u riparua, u zgjerua pak. Jeta kishte formën e saj. Por shtratreri i dhomës së tij mbeti i vetëm, dhe ai e preferonte kështu. 10 vite. Kur thuhet kështu tingëllon si numër i madh, dhe është i madh. 10 vite nënkuptojnë mijëra ditë, 10 mijëra orë. Nënkupton stinë të ndryshme, ndryshime të ndryshme, gjëra të mëdha dhe të vogla të gjithë mblodhur dhe shtresosur mbi njëra tjetrën si gjeologji kohe. Gjatë atyre 10 viteve, bota ndryshoi. Fshati ndryshoi. Disa shtëpi u ndërtuan, disa të vjetra u lanë bosh ndërkohë familjet shkuan drejt qyteteve. Disa njerëz vdiqën, prindrit e Agimit, i cili tani ishte burr i moshëm me fëmijë të rritur. Disa fëmijë u bën të rritur. Jeta bëri lëvizjet e saj të ngadalta dhe të pashmangshme. Petriti kishte dëgjuar rreth Laurës her pas here, jo drejt për drejt, jo nga burimet e afërta, por nga ato copza lajmesh që qarkullojnë nëpër fshatrat e lidhura. Kishte fëmijë, 2 kishte dëgjuar, kishte jetë, kishte burr, kishte kaluar 10 vitet e saj. Ai nuk pyeste, kur nuk pyeste drejt për drejt, por dëgjonte kur dikush fliste dhe kujtonte. Ishte mësuar me dhimbjen tani. Dhimbja kishte marrë formën e saj të qëndrueshme, nuk ishte intensitetin e viteve të para. Ishte si plagë vjetër, jo e hapur çdo ditë, por aty, e ndjeshme kur preket, e ditur si gjërat e qëndrueshme brenda. Pastaj erdhi ajo ditë. Mëngjezi ishte i zakonshëm, kafe e nënës, bukë freskët, dritë e mëngjezit duke hyrë nëpër dritare. Petriti kishte fjetur keq, si shpesh, dhe kishte ngritur herët. Ulur tek tavolina e vogël e kuzhinës, po shijonte kafen e tij, po dëgjonte zërin e hershëm të zogjve. Trokitje tek dera. Fqinji i vogël Bekim, djali i Agimit, tani djalosh 18 vjeç, mbante një zarf të vogël. Kjo erdhi dje, por s'te gjeta në shtëpi. Babi tha ta jap ty. Zarfi ishte i zakonshëm. Letër e bardhë, adrese shkruar me dorë, pa kthes adrese. Dhe pastaj emrin. Laura. Vetëm kaq, asnjë mbiemër, asnjë fshat. Vetëm Laura, si nëse nuk kishte nevojë për asnjë gjë tjetër, si nëse ai vetë do e dinte menjëherë. E dinte. Zarfi qëndroi mbi tavolinë 20 minuta pa u hapur. Petriti qëndroi ndaj tij si para diçkaje të rrezikshme. Dhe ishte e rrezikshme, sepse brenda atij zarfi ishte diçka që do ndryshonte diçka. Nuk dinte çfarë, por e dinte me siguri se pasi ta lexonte, bota do ishte pak e ndryshme. Dhe kur bota ndryshon, ka edhe mundësi se ndryshon për mirë, edhe mundësi se ndryshon keq, dhe ti qëndron aty në pragun e ndryshimit me zemrën gjysëm shprese, gjysëm frike. Doli jashtë, mori zarf me vete, u ul mbi shkallët e shtëpisë dhe la zarfin pranë tij, duke shikuar oborrin. Kopshti i nënës kishte lule të hershme, Pronto, dhe Violeta, dhe diçka tjetër me ngjyrë të verdhë. Cicërimat e zogjve vazhdonin. Ajri kishte erën e tokës të lagur. Mendoi për herë me fundit që e kishte parë atë, tek guri, me shpinë ka ai, duke thënë,
mos ktheu në këtë vend. Kishte respektuar atë, nuk kishte kthyer, nuk kishte kërkuar lajme, nuk kishte ndërhyrë në jetën e saj. Ishte dhembur, por kishte respektuar. Tani, ajo ndërhynte në jetën e tij. Mori zarfin, gishtat i dridheshin pak, vuri re dhe u habit, sepse Petriti nuk trembej lehtë, nuk nervozohej për gjëra të vogla, por gishtat i dridheshin po. Hapi zarfin me kujdes, si ti kishte frikë ta gris. Brenda kishte 2 faqe letre, letër e bardhë, e rëndomt, por me të dukej si diçka shumë e jashtëzakonshme. Shkrimi ishte i ngjeshur, i kujdesshëm, me atë rregullsi të dikujt që mendon para se të shkruajë çdo fjalë. Nisi të lexoj. Petrit. Kam filluar këtë letër shumë herë. Herën e parë para 3 vitesh, herën e dytë para 2 vitesh, herën e tretë vitin e kaluar. Secilën herë e kam lënë pa e mbaruar, sepse nuk kisha guxim. Jo guxim ta dërgoj, guxim ta shkruaj deri në fund, ti shoh fjalët mbi letër dhe ti pranoj si të vërteta. Tani e kam shkruar dhe e kam dërguar. Ndoshta vonë, shumë vonë, por disa gjëra nuk mund të lihen pa u thënë, edhe kur koha e duhur ka kaluar. E di që ke dëgjuar rreth jetës time. Fshatrat nuk mbajnë sekrete. Kam 2 fëmijë. Djali quhet Artan, vajza quhet Drita. Janë gjëja më e bukur që kam. Janë arsyeja pse çdo mëngjes ngrihem dhe gaz buzëqesh, edhe kur zemra është e rëndë. Burrin tim e ke parë ndoshta, Salin. Është njëri i rregullt. Nuk e kam dashur kur me atë dashuri të rinjve, por kemi ndërtuar diçka, jo me dashuri të madhe, por me respekt dhe zakon dhe nevojë. Kjo nuk është ankesë, është e vërteta. Shkruaj pasi dëgjova, nëpërmjet rrugëve të zakonshme të fshatit, siç kalojnë gjithmonë lajmet, se ti nuk je martuar ende. Petrit, 10 vite. 10 vite ke pritur diçka që nuk di as vetë çfarë është. Unë e di çfarë është, dhe pikërisht prandaj po shkruaj. Po të shkruaj sepse unë jam fajtor për diçka, jo për martesën time. Atë nuk e zgjodha vetë dhe nuk e kthej dot, por jam fajtor për diçka tjetër. Kur u ndam tek guri atë pasdite, ti more diçka nga fjalët e mia, ose ndoshta unë ta dhash me mënyrën si fola, si premtim, ose si lidhje, si nëse duke mos harruar, ti po nderoni diçka. Por Petrit, kjo nuk është nderim, kjo është dënim. Nuk të kërkova të ndalesh. Nuk të dash të drejtën të ndalesh. Nuk ta dhash atë si dhurat dhe nuk e mora si dhurat. E di çfarë ndodhi mes nesh, çfarë ishte dhe çfarë mund të kishte qenë. E mbaj brenda meje si diçka të shenjte, siç mban njeriu gjërat e ralla, me kujdes, pa ekspozuar, duke e ditur çfarë vlere ka pa ju dashur t'ja tregosh të gjithëve. Por jetën time e jetoj, me fëmijët e mi, me zakonin e mi, me rrethanat e mia. Ka mësuar se lumturia nuk ka gjithmonë formën që imagjinon kur je 20 vjeç. Ka forma të tjera, më të qeta ndoshta, por po aq të vlefshme. Ti, Petrit, je njëri i mirë, nga ata të rallët, dhe njerëzit e mirë meritojnë të jetojnë, jo vetëm të ekzistojnë. Meritojnë dikë pranë, meritojnë shtëpi me zë brenda, me kafe të bërë nga dikush tjetër, me dorë tjetër pranë kur bëhet natë. Mos prit mua, nuk vi, nuk mund të vi dhe nuk duhet të vi. Dhe nëse do isha e lirë, nuk e di as çfarë do bëja, sepse fëmijët e mi janë gjysma e qenies sime dhe nuk do I lija për asgjë. Prit ti këtë tjetër, ose mos prit fare, thjesht hap derën dhe lëre jetën të hyj. Ashtu si vjen shiu, nuk e kontrollon, nuk e planifikon, por nuk mbyll dritaret. Unë të kam dashur, atje, tek guri, me shiun, me librat, me bisedat tona, kam qenë e vërteta dhe ndjenja ka qenë e vërtet. Kjo nuk ka ndryshuar dhe nuk do ndryshoj, por jeta jon ka marrë rrugë të ndryshme, jo sepse deshëm, por sepse kjo ishte fati. Dhe fati, Petrit, nuk luftohet duke qëndruar në vend. Fati pranohet dhe pas pranimit vazhdon. Të lutem vazhdo. Faqja e fundit rambi të parën. Petriti qëndroi me letrat në duar, me syt mbi fjalën e fundit. Laura, dhe nuk lëvizi. Sa kohë qëndroi kështu nuk e dinte. Mund të ishin minuta, mund të ishin orë. Koha kishte hequr dorë të mosohet atë mëngjes. Syti laguan, nuk po qante, ose po qante, por jo me ato lot që njeh zakonisht, me ato lot teatral të filmave. Qante me atë qaj I heshtur I njerëzve të rritur, kur lëng I vogël dal nga syt jo nga dobësi, por nga tepri gjëje brenda, që trupi nuk di ku tjetër ta çojë. Të lutem vazhdo. 2 fjalë,
Ato dy fjalë fundosën gjithçka që kishte ndërtuar si mbrojtje 10 vitet e fundit. Çdo arsyetim, çdo justifikim, çdo nuk gjeta të duhurën, çdo koha nuk ishte e mirë. Dy fjalë, me dorën e saj, dhe gjithçka u bë transparente. Kishe qëndruar sepse nuk kishe dashur të vazhdoje. Kishe vendosur, pa e ditur, pa e pranuar, të mbeteshe i ngrirë në atë pikë, si ora e ndalur në momentin e humbjes. Por ajo po i thoshte, lëviz. Jo si leje. Laura nuk ishte nevojë t'i jepte leje, nuk kishte autoritet mbi jetën e tij, por si diçka tjetër, si ajo lëshimi fundit i dukujt që t'ka mbajtur pa dashje, dhe tani heq dorën dhe thot, shko. Lexoj letrën sërish, ngadalë, çdo fjalë. Jetën time e jetoj. Fëmijët e mi janë gjysma e qenjes sime. Ti, Petrit, je njeri i mirë. Mos prit mua. Mendoj për Dritën dhe Artanin, dy fëmijë me emra të bukur, fëmijët e Laurës, pjesë e saj. Mendoj se si ajo pa të thënë, gjëja më e bukur që kam. Dhe brenda dhimbjes, gati pa e ndjerë, kishte diçka tjetër, ngushëllim i çuditshëm. Ajo ishte mirë, nuk lumtur si ëndrat e të rinjve, por mirë, me jetën e saj, me fëmijët e saj, me pranimin e vet. Pastaj mendoj për veten e tij. 10 vite. 10 vite shtrati vetëm, 10 vite refuzim pas refuzimi, 10 vite jetë mbajtur sikur në pritje. Dhe çfarë kishte pritur? Mrekulli, ndryshim fati, apo thjesht kishte pritur sepse pritja ishte mëndyra e vetme e tij për ta nderuar atë që kishte qenë. Fati pranohet dhe pas pranimit vazhdon. Ajo fjali e goditi ndryshe nga të tjerat, sepse Petriti gjithmonë kishte menduar se pranimi ishte dorëzim. Pranimi nënkuptonte pajtohem që ishte keq dhe do mbetet keq. Por Laura po i thoshte diçka tjetër. Pranimi nënkupton të njohësh të vërtetën e gjërave dhe pastaj të marrësh jetën tënde prapa. Mori letrat, i palosi me kujdes, i vendosi brenda zarfit. Zarfi i vendosur mbi tavolinën e vogël si objekt i zakonshëm. Por ky objekt mbante brenda 10 vite, dhe 2 emra, dhe një histori të tërë. Ngrihet. Doli në obor. Toka ishte e lagur nga shiu i natës, ai shi i heshtur i natës kur fle dhe nuk e di se bie. Kopshti ishte i gjallë me ngjyra të hershme. Era kishte atë pastërti të mëngjesit pas shiut. Qëndroi aty dhe thithi ajrin thellë sa ndjeu mushkërit të shtiheshin. Dhe pastaj, për herë të parë pas shumë kohësh, ndoshta pas 10 vitesh, lotët erdhën siç duhet. Jo ato lotë të thatë të mëparshëm, por lotë të plot, të ngrohta. Qai në heshtje, me fytyrën kaq qielli, me duart e hapura pranë tij. Qai për Laurën dhe për veten e tij, dhe për gjakun, dhe atë pasdite tek guri, dhe të lude me saj, dhe asun e saj, dhe 10 vite, dhe mure të ngritura nga vetja kundër vetes. Qai, derisa nuk kishte më, derisa trupi mbaroi rezervën e atij lloji të veçantë dhimbjeje. Pastaj ndaloi, fshiu fytyrën, shikoi kopshtin. Vjollcat ishin të hapura plotësisht. Atë pasdite, kur dielli kishte arritur atë lartësi të mëngjesit anash, jo shumë lart, por mjaftueshëm sa të ndriçojë gjithçka pa e korrur, Petriti shkoi te guri. Ecte me atë hap të ngadalt të dikujt që nuk ka nxitim sepse ka kohë. Jo sepse ka shumë kohë, por sepse ka mësuar diçka rreth nxitimit. Nxitimi është mënyra e njerëzve që i friksohen momentit, dhe Petriti nuk i friksohej më atij momenti. Kishte vendosur ta jetojë. Guri ishte aty ku kishte qenë gjithmonë, i madh, i shesht, pak i njomur nga shiu i natës, me atë myshk të hollë që i kishte mbulluar anët me vitet. Petriti u ul mbi të dhe la shuplakat mbi sipërfaqen e gurit të ftohtë. Ndjente gurën kundër lëkurës, real, i fortë, i pranishëm. Shikoi kodat. Ishin të njëjtat kodra, as më të larta, as më të ulta se çfarë mbante mend. Po ato viza, po ai gjelbërim, po ato pika ku drita binte ndryshe dhe krijonte hije të buta. Por ndoshta edhe ai vet ishte po ai, thjesht me shtresa të reja mbi të njëjtat rënj. Foli me zë të ulët, duke mos e ngritur mbi zërin e erës. Laura. Fjala ra në ajër dhe u tretët. Askush nuk dëgjoi, askush nuk u përgjigj,
Por kjo herë, heshtja nuk kishte peshën e braktisjes, kishte peshën e gjërave të vendosura siç duhet. Faleminderit, tha pastaj, dhe thoshte me të vërtet. Faleminderit për bisedat, për librat, për fraza që i mbante ende mend, për jam mirë kur jam me ty, për letrën, sidomos për letrën, sepse letra kishte kërkuar guxim të madh, dhe guximi i madh meriton mirënjohje të madhe. Faleminderit se kishte dashur me atë qetësi të nënës së tokës dhe pastërtinë e njerëzve të sinqert. Faleminderit se kishte jetuar jetën e saj pa fajin e tij mbi shpatulla. Faleminderit se kishte lëshuar. Qëndroi aty derisa dielli filloi të anohej perëndimit. Pastaj u ngrit. Bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë. Mori nga xhepi gur të vogël, të bardhë, që i kishte gjetur rastësisht pranë lumit disa ditë më parë dhe i kishte mbajtur pa e ditur pse. E vendosi gurin e vogël mbi gurin e madh, si shenjë, si ofertë e vogël, si pikë e fundit e një fjalie shumë të gjatë. Pastaj u kthye. Gjërat e vogla, gjithmonë fillojnë me gjërat e vogla. Javën tjetër, kur nëna i tha se fqinji Beluli kishte pyetur sërish, kishte vajzë ende të pamartuar, punëtore e mirë, Petriti nuk dha arsye të rreme, nuk ndërhyri, thjesht tha: "Nën, nëse doni ta takoni familjen e Belulit, mund ta bëni." Nëna e shikoi sikur nuk e besoi. Pastaj kuptoi se ishte e vërtet dhe syt i lakuan pak, me atë lagështi të nënave kur fëmia vendos diçka të madhe dhe ato e ndjejnë. Po flet seriozisht ajo? Po. Ajo nuk pyeti pse tani. Ishte ajo lloji i ndënave që din se pse ndonjëherë nuk ka vlerë. Ka vlerë vetëm mirë. Ky nuk ishte fundi i dhimbjes. Petriti do gabonte keq nëse do mendonte se një vendim i vetëm fshin 10 vite. Dhimbja kishte thellësinë e saj, kishte rrënjët e saj dhe rrënjët nuk priten me gërshër. Por vendimi kishte ndryshuar diçka. Kishte hapur një dritare të vogël dhe nëpër atë dritare po hynte pak ajër i ri. Filloi të shikoj botën pakës ndryshe. Jo dramatikisht, nuk ishte film ku muzika ndryshon dhe ngjyrat bëhen më të ndezura. Ishte shndrimi i hershëm dhe i qetë i dikujt që ka vendosur të jetojë. Filloi të vërej gjëra që kishte ndërhyrë t'i shihte, si fëmijët e vllajt të tij luanin në obor, si nëna e tij kishte plakur pak dhe si i dridheshin pak duart kur qepte, si babai i tij kishte ato rrudha të thella rreth syve që ishin shtuar me vite pune. Familja kishte qenë aty gjithmonë, por ai kishte qenë aq brenda vetes sa jo gjithmonë i kishte parë. Filloi të lexoj. Laura kishte lënë atë gjë brenda tij, aftësinë për të gëzuar librat. Bleu disa nga qyteti i afërt dhe kur i hapi mbrëmjeve, kishte diçka gati të ngrohtë në atë ritual. Takimi me Behlulin erdhi pas 2 javësh. Vajza quhej Shpresa, emër i thjesht, emër me kuptim. Ishte me moshën e duhur, e qetë, me atë lloj dinjiteti të heshtur të njerëzve që nuk shfaqin gjithçka menjëherë. Petriti nuk u dashurua menjëherë. Kjo nuk do ishte e vërteta, dhe Petriti kishte zgjelur t'i qëndronte besnik të vërtetës. Por kur biseduan atë pasdite, me disa të afërm rreth siç bëhej zakonisht, ai ndjeu diçka. Mundësi, jo siguri, jo pasion, por mundësi e sinqert. Dhe kjo ishte e mjaftueshme për të filluar. Ka njerëz që besojnë se dashuria e vërtet është ajo e parë, ka të tjerë që thonë se e para është thjesht e para, dhe të tjerat janë reale një lloj. Ka debat të pafund rreth kësaj sepse njeriu është i zgjuar kur bëhet fjalë për teorinë e emocioneve dhe shumë konfuz kur ndodhet brenda tyre. Por historia e Petritit dhe Laurës nuk ishte kaq e thjeshtë sa të fusësh brenda ndonjë teorie. Ishte histori e 2 njerëzve të mirë në rrethana të vështira. Ishte histori e dashurisë reale, jo dashuri e madhe e romaneve ku heronjt thyejnë çdo ligj dhe fitojnë gjithmonë. Dashuri e vërtet, e thjesht, e sinqert, e lloji që ekziston me shumë njerëz të zakonshëm në jetë reale dhe shumë rrallë fiton siç duhet. Laura kishte gjetur mënyrën e saj, jo lumturinë e ëndruar, por lumturinë e ndërtuar. Fëmijët e saj, shtëpia e saj, jeta e saj. Kishte mësuar t'i dashuroj jo sepse ishin zgjedhur nga zemra, por sepse ishin të saj dhe meritonin dashurinë e saj. Petriti kishte ndërtuar mur. Murin e kishte ndërtuar nga materialet e duhura, dashuri e humbur, nder, respekt, por kishte bërë gabimin e zakonshëm të njerëzve të dhimbshëm.
kishte ngatëruar ruajtjen e kujtimeve me ndaljen e jetës. Mendonte se nëse jetonte, plotësisht do të raftonte atë që kishte qenë, po nuk ishte kështu. Laura vetja kishte treguar, tradhtia e vërtet ishte të mos jetoje. Letra e kishte bërë atë që 10 vite vetëm heshtje nuk mundin, kishte thyer murin, jo me forcë, me butësi. Nuk e kishte thënë harroje dhe vazhdo, ishte thënë mbaje dhe vazhdo. Ka ndryshim të madh mes tyre. Mbaje, por mos u nguja brenda. Vazhdo, sepse jeta vazhdon dhe nëse nuk ecën me të, mbetesh pas dhe e humbet. Viteve më vonë, kur Petriti kishte shtëpinë e tij me zëra brenda, kur kishte kafe të bërë nga dikush tjetër, kur kishte dorë tjetër pranë kur bëhej natë, ai ndonjëherë mendonte për Laurën. Jo me dhimbjen e dikurshme, ajo dhimbje kishte ndryshuar formë me kohën, kishte bërë si metalet me nxehtësinë, ishte zbutur, ishte bërë diçka tjetër, jo zhdukur, por transformuar. Mendonte për të me atë lloj dashurie të qetë që kanë njerëzit për gjërat që i formuan, si mendohet për mësuesen e parë, për librin e parë të dashur, për vendin e fëmijërisë, me mall jo dhimbës, por mall falenderues. Falenderues për çfarë dhan, jo inat për çfarë nuk mund t'i jepnin. Guri ishte ende aty. Kishte kaluar pranë shumë herë me vitet. Guri i vogël i bardhë që kishte lënë mbi të, kishte rënë ndërkohë, ose ndoshta dikush e kishte marrë, ose ndoshta era. Nuk kishte rëndësi. Gesti kishte pasur kuptimin e tij në momentin kur u bë, dhe kuptimi nuk varet nga qëndrueshmëria e objektit. Letra e Laurës mbante ende brenda zarfit. Zarfi ishte në sirtarin e dhomës së gjumit, në disa gjëra të tjera. Jo i fshehur, por jo i ekspozuar. Aty ku mbahen gjërat e çmuara që nuk kanë vend në dukje, por kanë vend brenda. Her pas here, Petriti hapte sirtarin për diçka tjetër dhe i shishte zarfin. Nuk e hante secilin herë. Ndonjëherë thjesht e prekte pak, pastaj merrte atë çfarë kishte ardhur të merrte dhe mbyllte sirtarin, por dinte se ishte aty. Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Nuk ka histori dashurie me fund të plotë. Kjo është e vërteta që librat nuk ta tregojnë gjithmonë dhe filmat e fshehin pas muzikës shumë. Historitë e dashurisë kanë funde të ndryshme. Disa mbarojnë me bashkim, disa me ndarje, disa me heshtje, disa me letra. Por asnjëra nuk mbyllet plotësisht, sepse dashuria e vërtet lë gjurmë, jo si plag që nuk shërohet, por si shenjë tatuazhi e brendshme. E di se është aty, e ndjen kur sendi i duhur e prek, por nuk të parandalon të jesh. Petriti mësoi, dhe mësimet e tij ishin të blera më çmim të lartë, siç mësohen mësimet e vërteta, se dashuria nuk është pronësi. Nuk mund të thuash e dashurova, prandaj ishte imja. Dashuria është si shiu, bie mbi ty, të lag, të freskon, por nuk qëndron. Lë tokën pak më të butë, pak më pjellore. Dhe toka pjellore mund të rrisë gjëra të tjera. Laura kishte qenë shiu i tij i vërtet, e kishte lagur deri në shpirt. Dhe kur largohej, kishte lënë pas veten tokë pakës ndryshme nga çfarë kishte qenë. Mbi atë tokë kishte rritur gjëra të tjera me kohë. Fëmijë me emra të bukur, brenda shtëpisë me dritare të hapura. Kafe e mëngjesit me dikë tjetër, biseda të mbrëmjes para vatrës, gëzime të vogla, të rregullta, të vërteta. Dhe her pas here, kur binte shiu, sidomos ai shi i hershëm i pranverës, i butë dhe i ftohtë, Petriti ndalonte atë çfarë po bënte dhe dëgjonte. Thjesht dëgjonte. Zërin e shiut mbi çatin, mbi kopshtin, mbi gurët. Dhe brenda atij zëri, nëse dëgjoje me kujdesin e duhur, me atë vëmendje të thellë të njerëzve që kanë mësuar të dëgjojnë, mund të dëgjoje diçka, ose ndoshta e imagjinoje, ose ndoshta nuk kishte ndryshim mes dy gjërave. Diçka si vazhdo. Dhe ai vazhdonte. Kjo histori është për të gjithë ata që kanë dashur dikë dhe humbur, për të gjithë ata që e dinë çfarë do të thotë të qëndrosh brenda dhimbjes shumë kohë, dhe për të gjithë ata që një ditë, me letër ose pa letër, me shi ose pa shi, zgjodhen të vazhdojnë. Nëse kjo histori ju preku,
Shkruani në komente, cilën pjesë e ndjet më fort, letrën e Laurës apo vendimin e Petritit të vazhdoj. Do doja ta dija. Dhe nëse njihni dikë që ka nevojë ta dëgjoj këtë histori sot, ndajeni me ta, sepse disa histori nuk janë vetëm për t'u dëgjuar, janë për t'u dhënë.